Në takimin e sotëm të Komitetit për Komunitetet, të ftuar nga kryetarja e këtij komiteti Sevilaj Iginçi, në shumicën e anëtarëve të këtij komiteti kanë miratuar planin e punës së këtij komuniteti. Kryetari Apçi, lidhur me takimin e sotëm, ka theksuar se tashmë kemi miratuar planin e punës dhe pastaj vazhdoi. Topluluklar komisyonumuzun ilk toplantısını gerçekleştirdik. Toplantımızın gündeminde yıllık planımızın hazırlanması ve onaylanması. İkinci noktamızda çeşitliliğiyle devam ettik. Sot realizum mbledhjen e parë të Komitetit për Komunitete. Në rend ditës kemi pas hartimin e planit vjetor dhe pika e dytë ka qenë të ndryshme. Planin vjetor e kemi realizu dhe do t'ju falenderohem nga këto anëtarëve të OSS dhe me shumicë votash është miratu plani vjetor. Në të ndryshmet i kemi dëgju kërkesat dhe propozimet e anëtarëve dhe më pas e përfunduam mbledhjen. Po ashtu tash e tutje do të punojmë rreth Komitetit për Komunitete, rreth komitetit ton. Faleminderit shumë. Po kështu ajo me këtë rast ka falenderuar edhe OSBI-n si dhe përfaqësuesit e OSBI-s për pjesëmarrjen dhe ndihmën që i japin këtij komuniteti. Ndërto me prodhime vendore.